Se si ka mundësi që qeveria shqiptare hesht, teksa një shtetas shqiptar, Baki Goxha, i është marrë peng në shkeljet gjitha drejtave ndërkombëtare, në ujëra ndërkombëtare, së bashku me 10 aktivistë të tjerë nga mbar Evropa, duke çuar ndihmë humanitare në Gaza. Ndërkohë që kryeministrat apo ministrat e jashtëm të vendeve tjera si të Francës, të Spanjës, të Holandës, madje vetë Giorgia Meloni e Italisë, kanë thirrur ambasadorët izraelian të vendeve përkatëse për të dhënë llogari, madje për të kërkuar falje për qëndrimin dhe ato shfaqje të turpshme që ka dhënë shteti i tyre. Atëre, unë shtoj pyetjen, pse heshtim ne? Pse heshni ju të nderuar kolegë për faktin që një shtetas shqiptar është marrë peng nga një regjim gjenocidial dhe mbahet në kampe torturash nga ministri fashist Ben Gvir? Si ka mundësi që nuk reagoni dhe ç'do të bëni nëse e njëjta gjë do ndodhte që të merrej peng një shtetas shqiptar në dedin Mesdhe jo nga izraelianët, por nga rusët apo nga iranianët? A do nënshkruhet atëherë rezoluta për t'i shpallur shtetet terroriste? Atëherë pse s'flisni tani? Si ka mundësi që hesh